Shikues të nderuar, mirë mbrëma. Unë jam Kastriot Johaj dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Sonte jemi në transmetim të drejt për drejt dhe do të flasim për protestën e sotme të lëvizjes vetëvendosje. Për dallim nga protesta 14 janarit, kjo protestë sot ka qenë e qetë. Spaku deri në këto momente nuk kemi parë një intervenim të policisë së Kosovës për t'i larguar protestuesit nga magjistralja në afër pikës kufitare në Merdare dhe tek dheu i bardh në Kamenicë. Në studio kam të ftuar zotin Korab Sejdiu, jurist, zotin Astrid Gashi, kryeredaktor i gazetës Zëri, zotin Vebik Kajtazi, gazetar i Kohës Ditore, dhe zotin Florian Qehaja nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Para se me fillu me debatin, kisha dashtë me njoftu shikuesit se munden me na bo pyetje në numrin e telefonit 038 224 498, si dhe mundeni me na shkru edhe në Facebook, në faqen tonë në Facebook që mund ta shihni poshtë në ekran. Fillimisht dua t'ju ftoj që ta ndjekim një intervistë me zëdhënësin e policisë të Kosovës Bagik Kelanin. Ne kemi provuar gjatë ditës së sotshme dhe dje që ta kemi policinë e Kosovës në këtë panel, mirë po ata nuk kanë pranuar. Çfarë kanë bërë policia e Kosovës është se na i kanë dhënë një intervistë para pak çastes. Ta ndjekim intervistën me zëdhënësin e policisë Bagik Kelani për të kthyer më pas në studio. Zoti Kelani, sot nuk kemi po as topat ujit, as gaz losjellse, as pendreka. Çka dallon protestën e sotit prej atët javës kaluar? Po nëse pyesemi çfarë dallon plani i policisë nga plani i javës kaluar, mund të themi se plani pothuajse është i njëjtë, ka të njëjtin qëllim, sigurinë e rendit dhe qetësisë publike në gjithë territorin e Kosovës, duke përfshirë edhe 2 lokacionet ku ka qenë paralajmëruar protesta dhe sigurinë e lëvizjes lirë të gjithë personave dhe të madrave. Ndërsa protesta mund të themi se tani është zhvilluar një protestë e qetë, pra nuk ka pas veprime aktive. Edhe protesta, zoti Kelani, është e njëjtë si ajo javës kaluar. Çka e dallon intervenimin e policisë për shkak se reagimi i policisë sot është krejt ndryshe nga java e kaluar? Nëse mund të themi protesta është e njëjtë, mund të themi se është e njëjtë nga aspekti që nuk është lajmëruar në policinë e Kosovës as protesta e parë nga organizatori e nuk është lajmëruar protesta nga organizatori po ashtu as për protestën e cila është duke zhvilluar sot. Ligji mbi tubimet publike përcakton qartë se organizatori duhet ta lajmërojë protestën në mënyrë zyrtare tek policia e Kosovës, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Ndërsa dallimi është se ju e dini që protesta e parë ka qenë bllokuar rruga në tërësi në drejtim të vendkalimit kufitar Merdare, ndërsa kësaj radhe nuk ka qenë bllokuar dhe kjo është ai dallimi i cili nuk ka pas intervenime edhe policore. Zoti Kelani, kemi dëgjuar se policisë ju ka harxhu gazin lotësjellës edhe ose nuk po guxoni me përdor gazin lotësjellës. Kemi dëgjuar po ashtu që është ngri uji dhe nuk po i përdorni topat e ujit sot. Pse ky dallim ka qenë madh intervenimit policisë? Kjo nuk qëndron, absolutisht ka gaz lotësjellës të mjaftueshëm, mirë po nuk jemi ata ne që dëshirojmë ta përdorim. A është me afat skadum ky gaz lotësjellës? Jo, absolutisht nuk është me afat skadum, janë me afate kohore siç parashifen edhe të jenë. Mirë po nuk është qëllimi ynë që ne të përdorim gaz lotësjellës, mirë po e them se protesta ka qenë e qetë nga ana e protestuesve. Javën e kaluar është përdor, zoti Kelani. Javën e kaluar është përdor se ka qenë i bllokim total i rrugës në udhkryqjen për në hyrje të Podujevës. Edhe sot është bllokuar rruga? Ka qenë një kursie e bllokuar, nuk ka qenë në tërësi. E kjo është arsyeja vetëm pse nuk keni ndërhyse? Kjo ka qenë njëra ndër arsyet, ndërsa nuk ka pas edhe veprime të dhunshme siç kanë qenë veprimet nga ana protestuesve në momentin kur është tentuar të lirohet një kalim i kamioneve nga ana e zyrtarëve policorë të rendit publik. Ombudspersoni edhe KMLDN-ja e kanë një mendim krejt tjetër. Që të dy që janë me organe për mbrojtjen e lirive dhe drejtave të njerëzit thonë që ju jeni të parët që ja keni nisë dhunën. Shiqa, ta sqarojmë, mas pari nuk është përdor dhunë, atje është përdor një forcë proporcionale e domosdoshme dhe e nevojshme që zyrtarët policorë ta vënë situatën në kontroll dhe për të liruar rrugën ashtu siç është e parandaluar bllokimi i qarkullimit të lirë në magjistrale. E pse është dorë të ndiqen njerëzit nëpër ara ose nëpër shtëpitë e tyre, skaj magjistrales, nëse ka qenë objektivi i policisë vetëm magjistralja?
Faktikisht protestuesit nuk janë ndjekur që në fillim edhe jashtë magjistrales, mirë po të njëjtit protestues kanë zhvilluar protestën në magjistrale, më pas janë tërhequr nga magjistralja, kanë qëndruar për një kohë dhe të njëjtit janë kthyer prapë në magjistrale. Kështu që policia e Kosovës i ka bërë ato vlerësime dhe i ka vëzhguar mirë ato sjellje të protestuesve dhe është dashur në mënyrë që të veprojnë në mënyrë të largojnë një distancë më të largët që të njëjtit të mos rikthehen her pas here dhe të bëjnë blokada të vazhdueshme në magjistrale. Jo, me siguri keni analizuar veprimet e javës kaluar, a mund na tregoni se cilat janë mësimet që i keni marrë nga ajo protestë? Po faktikisht ne pas çdo plani policor, pas realizimit të tij, bëjmë vlerësime të planeve, janë procedura dhe parime të brendshme policore që bëjmë edhe analizë të gjitha veprimeve policore, duke bërë edhe plotësimin e dokumentacioneve të nevojshme nga zyrtarët policorë që në një mënyrë përdorin mjetet e tyre apo forcën, kështu që është procedurë e Policisë Kosovës që të bëjë vlerësime për çdo gjë që është zhvilluar në cilin do plan. Po cilat janë mësimet nga gjithë kjo? Po faktikisht të gjitha realizimet nuk mund të themi se kemi bërë mësime të mëdha nga ajo protestë, sepse analizat janë vazhdim e sipër dhe për çdo lëshim eventual ato mund të korrigjohen. Mirë po, mund të konfirmoj se të gjitha veprimet policore janë bërë konform autorizimeve policore, konform ligjit. Zoti Keloni, nëse thirrem në ata konform ligjit edhe konform autorizimeve policore, atëherë shohim një dallim shumë të madh të intervenimit policisë javën e kaluar edhe sot. Po mund të themi se është dallimi i madh me arsyeën se është dallimi që nga fillimi i mbajtjes së protestës. Unë potencova që në fillim nuk ka ndodhur bllokim total i rrugës siç ka ndodhur javën e kaluar. Dhe potencova që nuk kanë qenë protestues aktiv dhe protestues e dhunshëm siç kanë qenë javën e kaluar, duke hullë sende të ndryshme. Kanë qëndruar ulur ashtu siç kanë qëndruar javën e kaluar. Jo, nuk është e vërtetë. Unë potencova që Policia e Kosovës konform procedurave të veta ka kërkuar që rruga të lirohet. Javën e kaluar, zoti Keloni, drejtori i policisë Shpend Maxhuni është parë në zyrën e kryeministrit të Kosovës, është parë në ndërtesën e qeverisë. A mund na tregoni sot ku ka qenë drejtori i policisë? Po nuk është detyrë ime ta përcjell unë drejtorin e policisë ku qëndron. Ju e dini që takimet... Duhet me ditë, sidomos në situata të tilla, duhet me ditë ku është drejtori i policisë. Lutem vetëm kërkoj që gjatë bisedës mos ndërhyjmë në mënyrë që ta përfundoj tërë bisedën dhe mas andaj ta pranoj cilën do pyetje. Kështu që jam i gatshëm për pyetjet e juaja, vetëm lejoni ta përfundoj përgjigjen në momentin kur më shtroni pyetjen. Arsyeja pse jo pse është për shkak se javën e kaluar, për shembull policia ka pas urdhër për me i rre protestuesit, edhe ashtu kanë vepruar. Urdhri policor, unë e thash se nuk dallon nga urdhri policor i përgatitur javën e kaluar. Urdhri policor javës kaluar ka të njëjtin qëllim që ka edhe sot. Ka të njëjtin qëllim që të ofrojë siguri të plotë për gjithë qytetarët, që të ruajë rendin dhe qetësinë publike dhe të bëjë lirinë e lëvizjes qarkullimit të lirë për të gjithë njerëzit dhe për të gjitha mallrat në ato dy lokacione. Zoti Keloni, arsyeja pse po ju pyes ku ka qenë sot drejtori i policisë është nëse policia po vepron politikisht apo po i zbaton urdhrat ashtu siç e takojnë, siç e ka në mandat. Policia e Kosovës të gjitha veprimet e saj ka kryer konform Kushtetutës së Republikës Kosovës, konform ligjeve të aplikueshme dhe konform autorizimeve policore që ka. Pra, urdhri policor ka qenë në harmoni të plotë me legjislacionin në fuqi dhe të gjitha veprimet janë konform ligjit dhe asgjë nuk ka të bëjë këtu me çështjet politike. Kush e ka komanduar operacionin javën e kaluar? Kush ka qenë përgjegjës? Përgjegjës janë të gjithë zyrtarët policor, duke filluar nga zyrtari policor i cili qëndron në terren atje dhe deri tek menaxhmenti kryesor. Ai që komandon varësisht prej orarit cili ka qenë, është dhoma komanduese e cila është në kuadër të Policisë Kosovës dhe aty caktohet udhëheqësi i dhomës komanduese. Mirë po thash përgjegjësia është individuale nga çdo zyrtar policor deri tek menaxhmenti i lartë i policisë, duke filluar nga ai i cili vepron në terren, pra çdo kush është përgjegjës për veprimet e veta në kuadër të planit që janë të përfshirë. A ka pasur policë të javën e kaluar kanë refuzuar që të dalin përballë protestuesve të vetëvendosjes? Jo, të gjithë zyrtarët policor që kanë qenë në orar të caktuar, them në orar të 12 orësh, sepse ka qenë aktivizuar orari 12 orësh,
në bazë planit që është para pa dhe të gjithë kanë qenë në detyrë ashtu siç kanë pasur Po pushim mjekësor ka kërkuar ndonjë policë për sot edhe për Them të drejtën unë tani nuk i kam informacione se sa policë kanë qenë në pushim mjekësor, mirë po pushim jashtë mjekësor nuk është lejuar për shkak se është kërkuar që mirë për atë që vlerësohet se mjekët kompetentë vlerësojnë sa i njëjti duhet të ketë pushim mjekësor, ne nuk mund t'ia ndalojmë sepse janë procedura që vlerësojnë mjekët e joni. A është e vërtet që policia, siç është thënë ashtu edhe nga partia opozitare, i ka marrë vetëm ata pjesëtarë të policisë Kosovës që janë të afërt me qeverinë? Ja, kjo nuk qëndron absolutisht. Gjithë zyrtarët policorë që është parapa nevojshme në bazë numrit të caktuar zyrtarëve policorë nga të gjitha drejtoritë rajonale, mund të them se duke filluar nga zyrtarët e rendit publik edhe deri tek zyrtarët e njësiteve speciale kanë qenë të kyçur ashtu siç plani ka parapa. Pra nuk është bërë përzgjedhje e zyrtarëve policorë, mirë po të gjithë ata që kanë qenë në plan paradite, të tjerët kanë qenë në plan pasdite, apo të them në 12 e parë, dhe të tjerët kanë qenë në 12 e dytë. Zoti Kelani, dje dhe sot policia i ka lëshuar disa komunikata për media, disa paralajmërime për protestues potencial, për lëvizjen vetëvendosje, madje edhe për gazetarët. Pse po ndodh kjo, zoti Kelani? Nuk është aplikuar kjo javën e kaluar? Po faktikisht javën e kaluar është aplikuar përmes komunikatave, ku ne i kemi bërë të ditur gjithë opinionit gjerë se është e drejtë çdo qytetarit të protestojnë në mënyrë të qetë dhe të drejtë, dhe ju kemi bërë të ditur që Apo i vjen kjo që ju keni nxjerrë mësime faktikisht për javës kaluar? Jo, unë potencova që edhe herën e parë janë kështu komunikata, mund të them me komunikata të tilla nuk kam dëgjuar paralajmërime, të paktën për mua si gazetar nuk e kam dëgjuar asnjë paralajmërim. Për gazetare kemi lëshuar tash sqaroj edhe për pjesën e gazetarëve, vetëm leja ta përfundoj pjesën e parë. E thash që në para protestës parë që para fillimit të protestës së parë deri në përfundim, policia e Kosovës e ka lëshuar dikon 7 apo 8 komunikata, vetëm që ta njoftoj gjithë opinionin e gjerë përmes mediumeve, që unë ju falenderoj që përmes juve kemi arritë të bëjmë publike informatat tona, po ashtu kemi mbajtur edhe konferencën përmbyllëse të atij operacioni, si dhe të gjitha paraqitjeve tjera që kemi pas në mediume të ndryshme. Sa i përket informatave të lëshuara, e them që këtë informat, sa i përket gazetarëve, e kemi lëshuar duke parë që ka pas xhirime që në një mënyrë janë penguar qoftë zyrtar policor apo qoftë edhe gazetarë që kanë qenë në terren. Na kemi pa vetëm gazetarë të ushtri për tokë prej policisë. Po varet cilat xhirime ju i keni parë, ne kemi pa edhe xhirime të tjera që kanë pas edhe zyrtar policor kur janë penguar dhe me qëllimin e vetëm që të ju ofrojmë siguri të plot gazetarëve, pra jemi nisë fillimisht për sigurinë e tyre. E dyta, kemi parë të nevojshme që të ekspozohen ID-t identifikuese të gazetarëve në mënyrë që të ju lejojmë hapësirë të mjaftueshme për veprim. Në asnjë mënyrë nuk kemi pas qëllim të kufizimit të tyre, kemi pas një qëllim që të kujdesemi për ta dhe të ju dhajmë hapësirë të mjaftueshme. Pasi që po kërkoni që gazetarët të identifikohen me mjete identifikuese, atëherë pse pjesëtarët e policisë së Kosovës në protestën e kaluar nuk kanë pas numra identifikues? Ndërsa sot disa i kanë pas e disa jo. Mund të them se çdo zyrtar policor ka numrin identifikues. Flas për zyrtar policor. Mirë po, ndoshta ka mund të qenë mbuluar për shkak të përdorjes së pajisjeve qoftë e lekëve të ndryshme apo diçka tjetër, mirë po çdo zyrtar policor identifikohet në momentin që kërkohet. Po ashtu janë identifikuar edhe përmes ID-ve. Zoti Kelani, a është kjo shkelje për shkak se nëse i kanë të mbuluar numrat atëherë kot i kanë, nuk munden me u identifiku? Jo, nuk është shkelje sepse janë pjesë e pajisjeve që policia i përdor. Zoti Kelani, a mundeni më na tregu cili është niveli i sigurisë sot? Mund të them se ka një siguri të mirë, nuk ka indikacione të prishjes së situatës në përgjithësi, pra është një situatë përgjithësi e qetë me përjashtim të protestës e cila është zhvilluar. Po flas pikërisht për protestën, duke llogarit këtë protestë, si e vlerësoni gjendjen e sigurisë? Protesta në përgjithësi sot ka kaluar e qetë, flas në të dy lokacionet, edhe tek Dheu i Bardhë dhe tek Merdare, apo konkretisht them në magjistralit që shpihe në këto dy vendkalime kufitare, me përjashtim të një incidenti i cili ka ndodhur tek magjistralja për të Dheu i Bardhë. Atje një protestues ka tentuar ndalën një automjet ku i ka thyer një retrovizor dhe ka tentuar të dëmtojë targat. E kemi parë këtë, i kemi dëgjuar lajmet edhe më herët, e kemi parë këtë, mirë po kemi edhe një reagim së fundit të lëvizjes vetëvendosje po ankohen se po ja konfiskoni
batanijet, për ja konfiskoni tendat, reflektorat, pse? Para se të vijë të kjo përgjigje, duhet kthehem për shkak se edhe përmes mediumit juaj dëshiroj të informoj qytetarët se tek personi i cili është ndaluar nga policia e Kosovës me urdhër të prokurorit i njëjti është ndaluar për 48 orë dhe është hapur rasti për dëmtim të pasurisë lojshme. Tek i njëjti person policia e Kosovës ka gjetë një shufër të metalit dhe pranga faktikisht. Në rregull, ato janë ilegale, mirë po batanijet, ushqimi, reflektorat, tendat, a janë ilegale, pse po ja konfiskoni ato? Për aq sa unë kam informacione, policia e Kosovës nuk i ka penguar që të furnizohen me mjete logjistike lëvizje vetvendosja, ju ka lejuar ushqim, ju ka lejuar veshmbathje dhe gjitha ato, ndërsa sa i përket vetvendosja nuk po e thot këtë. Ndërsa janë pamjet cilat kanë qenë publike duke dërguar ushqime dhe duke mundësuar edhe qarkullimi i automjeteve deri tek lokacioni me javë. Jemi rikthyer në studio shikues të nderuar. Pyetjet vetëm kanë filluar me mbri prej teleshikuesve tanë. Do t'i lexojmë më një herë, mirë po fillimisht dua nga një koment prej panelistëve në lidhje me deklaratën e zotëri Bakikelanit. Zoti Çoja? Lidhur me protestën e kaluar apo të sotit? Lidhur me qëndrimin e policisë së Kosovës dhe atë nëse është përdorur dhunë javën e kaluar dhe pse sot nuk është intervenuar që të largohen protestuesit nga magjistrale. Po konsideroj se kur flasim për protestën e javës kaluar, mund thuhet që vendimi ishte i ngutshëm dhe si i tillë ishte i prirë nga një presion politik dhe nga disa ishte një vendimmarrje emocionale, ashtu të them, për shkak të deklaratave të nisit punëve të brendshme dhe replikave me vetvendosjen, e që një mënyrë ka shtyrë që policia do të reagojë shumë shpejt. Po thoni që e ka marrë personalisht këtë çështje me vetvendosje? Po ka këtu edhe personale, po shihet do të në bazë të replikave që ka një të vazhdueshme mes të vetvendosjes dhe Partisë Demokratike të Kosovës, kurse do ta kemi parasysh që policia nënshtrohet kontrollit civil dhe si e tillë do të thotë i nënshtrohet edhe urdhrave dhe komandave të Ministrisë Punëve të Brendshme. Mirë, po në anën tjetër edhe një arsye tjetër pse patëm reagim nga ana e policisë është që duhet ta kemi parasysh dhe qytetarët ta dinë që policia e Kosovës ka defekte dhe nuk ka kapacitete për reagim ndaj turmave dhe duke pasur parasysh që nuk ka pajisje e kështu me radhë dhe një numër të vogël të pjesëtarëve të njësisë speciale që ekzistojnë në tërë territorin e Kosovës, ata një mënyrë kanë tentuar që ta zhbllokojnë situatën në fillim, pasi që në rast të përkesimit të situatës ata kanë problem të menaxhojnë me këto turma dhe në anën tjetër do të kërkonte edhe intervenimin e Oleksit si vije dytë apo vije tretë. Kurse tashmë do të flasim më vonë për kapacitetet e policisë për kontrollin e turmave, mirë po na intereson nga aspekti operacional ose profesional i sigurisë, në çfarë situata duhet ndërhyj policia e Kosovës dhe cili është dallimi nga 14 janari i protestës së sotme të vetvendosjes? Policia e Kosovës duhet ndërhyj vetëm atëherë kur shihet qartasi që ka cënim të sigurisë individit, ka cënim të pronës dhe ka cënim të objekteve të rëndësisë strategjike. Vendin këtë rast nëse në protestën e javës kaluar kemi pasur rastin që është sulmuar direkt pikë kufitare, atëherë do të thotë policia do duhet të reagonte. Ne këto nuk e kemi parë javën e kaluar dhe sot shihet një maturi e policisë duke bazuar në presionin që ka ekzistuar nga publiku për shkak të reagimit të dhunshëm të tyre. Zoti Kelani tha që nuk kanë marrë ndonjë mësim, mirë po situata është krejt ndryshe prej javës kaluar. A shihni ndonjë ndryshe? Unë mendoj që kjo është një mësim i nxjerrë nga java e kaluar sepse vendimi ishte i ngutshëm. Zoti Kajtozi? Sigurisht prej 14 janarit ka kalu veç një javë dhe të dy palët kanë analizuar gjithë ngjarjen që ka ndodhur te këto dy pika kufitare. Sot, me sa kemi parë, të dy palët kanë qenë shumë më të përmbajtura se sa me 14 janar. Sigurisht policia ka qenë më përmbajtur në këtë rast, ndërsa vetvendosja thuajse ka pas njëjtin qëllim, sikur edhe javën e kaluar. Qëllimi këtyre thonë se është shkuarja tek dy pikat kufitare dhe marrja tyre në kontroll, ndërsa policia në asnjë mënyrë këtë nuk e lejon, sikurse nuk e ka leju as deri tash. Për këtë arsye është bllokuar rruga dhe nuk është leju kalimi i protestuesve më tej. Gjithsesi, ka një ndryshim edhe operativ të policisë, ka një ndryshim edhe në vetë menaxhimin e gjithë situatës, për shkak se shohim sot
tek merdari se ku janë bloku protestuesit, do me thonë në një zonë si quhet në aspektin operativ sandwich, ku protestuesit janë mes të rrugës, ndërsa policia ka shumë më të lehtë menaxhimin e gjithë kësaj situate. Normalisht është për më përshëndet sot se nuk kemi pa dhunë siç ka ndodhur javën e kaluar, që për mendimin tim ka qenë një dhunë bukur e shfrenuar. Zoti Gashi, ju sigurisht keni pas edhe reporterët e juaj në teren. Më intereson çka ka ndikuar që policia e Kosovës sot të reagojë më ndryshe nga java e kaluar? Po, më besoj që ka ndiku edhe presioni publik edhe fakti që herën e kaluar realisht e kanë bërë një gjest jashtëzakonisht gabueshëm dhe dëmshëm edhe për të ardhmen e Kosovës. Unë ndëgjova zotin Kelani, tha plani është pothuajse i njëjtë, jemi primi besu te kjo pothuajse për një arsye shumë se dallimi vetëm në këtë te plani i policisë, këtë rast me 14 për dallim me 14 është që urdhri politik ka qenë ndryshe. Urdhri politik si duket herën e kaluar ka qenë që të rrihen, të shtihet frika të qytetarëve të Kosovës dhe të shtihet frika të ndonjë proteste mundshme. Kjo nuk u mirëprit mirë, pati edhe reagime tashme ndërkombëtare në këtë drejtim, dhe si duket ky plan operacional dhe ky strategji politike në fund ndroi dhe thanë të provojmë se si shkon në mënyrë të qetë kjo. Kemi vazhdimisht një qëndrim të politikës të partive në pushtet, por edhe të policisë e Kosovës se gjithçka është në suazat të ligjit edhe brenda kompetencave të veprimit. Tash do të shikojmë në qoftë se diçka plani është pothuajse i njëjtë dhe në praktikë shohim veprime ndryshme, duhet të shikojmë se sa janë konsekuencat për marrjen e disa veprimeve tashpra dhe agresive në herën e kaluar. Dhe nëse policia e Kosovës dhe nëse institucionet e Kosovës mendojnë që gjithçka është përmirësuar dhe është ndrejtë, me vetë faktin që dje kanë rrah policë dhe qytetarë dhe sot nuk rrahin, gjithçka është përmirësuar, unë besoj që kjo nuk na jep neve shprehje demokracisë. Pra ne duhet të shikojmë kush ka jep urdhrin herën e kaluar dhe pse u jep urdhri për me u kriju skenat e dhunës, me u përdorë dhunë jashtëzakonisht jo proporcionale dhe të marrët përgjegjësia. Dhe unë kjo përgjegjësi besoj që duhet të shkojë deri te niveli i drejtorit të policisë Spaku dhe mos edhe te niveli i ministrit Rexhepi. Unë do të insistoj në një pikë që zoti Rexhepi në këtë rast nëse ne i shikojmë situatat, na ka dëshmuar që herën e kaluar ka përdor forcë, ka përdor institucionet e shtetit për t'u hakmarrë një partie politike për qëndrimet e kundërta që ka ai. Dhe kjo është një peshë. E kemi pyet zoti Kelanin se kush ka qenë udhëheqësi i operacionit atë ditë, mirë po ka refuzuar të na japë emra. Fatkeqësisht zoti Kelani domethënë është edhe arsyeja pse nuk ka ardhur është se ka qenë i shpenzuar herën e kaluar. Ka qenë i shpenzuar realisht se është fatkeqe që një zonë si policisë Kosovës dhe një shërbim policor i Kosovës qoftë edhe për pak gjë, mos ketë Spaku një troh që thot populli dhimbje për një qytetar të Kosovës që është rrahur, është maltretuar atje dhe të na flet gjithkohën për herën e kaluar për një forcë policore demokratike, për një dhunë, për mungesën e dhunës, dhe sa ne shishim njerëzit të rrahur keq. Prandaj zoti Kelani nuk besoj që ka informata të tilla dhe as që e din kush ka jap një urdhër ti. Nuk i shkojnë ato informata atij. Turpi i zotit Kelani është që nuk ka dhimbje për qytetarin e Kosovës dhe ky duhet të jetë turp edhe për udhëhecin e policisë Kosovës që në herën e kaluar thjesht nuk ka qenë kosovar, i ka trajtuar qytetarët kosovar si dikush që nuk është i tij. I ka shikuar si një francez që po bllokon rrugën për një stimulim bujqësor. Dhe kjo është e turp në një shoqëni kosovare, më shumë se gjithçka tjetër, dhe për këtë duhet të ketë përgjegjësi. Ne duhet të dimë që drejtori i policisë Kosovës, zoti Shpend Maxhuni, duhet të di se si është zgjedh. Ajo është zgjedh brenda natë për një aksion. Dhe zoti Shpend Maxhuni duhet të dinë që urdhëronësi i tij as nuk është kryeministri Thaçi, as nuk është ministri Rexhepi, de facto de jure mund të japin vendime, po nuk mund të merr ai urdhën me cilën do t'i dënonte qytetarët e Kosovës. Mos flasim për mënyrën e përzgjedhjes. Mos flasim se a ka pas background check se kush është zoti Krasniqi, zoti Maxhuni. Dhe mos ka borxhen të kaluar që tash duhet të shpërblej. Por gjitha këto duhet të kemi parasysh në momentin kur vendosë që të reagohet ashpër ndaj qytetarëve të Kosovës. Unë absolutisht nuk jam interesuar as të përkraj, as të mbroj, apo as të falë veprimet e synimet e protestës. Ato janë diçka tjetër. Po, unë besoj që në një moment caktuar, sot kemi një situatë tjetër, sot kemi një sjellje më të përgjithshme,
por ne nuk mund të përfundojmë me kaq si opinion publik dhe ne do të kërkojmë të dimë çfarë ndodhi me 14 janar. Kush uzoi përdorim të forcës shtesë dhe dikush duhet të jep përgjegjësi për një gjë të tillë. Nuk mund vetëm ta kalojmë me thonë, po dje na rren, sot nuk na rren, u shpërmirësu gjithë sistemi edhe u kry puna. Zoti Sejdiu, kush duhet të jap përgjegjësi në situata të tilla juridikisht? Në fakt, përgjegjësia bie mbi gjithë që kanë ndërmarrë hapa që cilësohen si të jashtëligjshëm. Polici i cili ka ndërmarrë aktin natyrisht që ka përgjegjësi edhe mban përgjegjësinë mbi vetvete. Sidomos duke pasur parasysh obligimin ligjor që e ka me refuzu urdhrat të cilat ai i cilëson si të jashtëligjshëm. Si të identifikojmë ata polic kur nuk kanë pas numra identifikues për shembull? Kjo mendoj që në këto raste ka qenë ndoshta edhe një shkelje e ligjit të policisë ku kërkohet identifikimi i policëve në këto raste, pra të dihet spaku që ata janë organet policisë. Kjo ka të bëjë edhe me faktin që të mbrohen të drejtat qytetarit, por edhe në anën tjetër të mbrohet zyrtari policor nga ndonjë dhunë e papritshme, pasi që qytetari i cili synohet nga një person me një uniformë të rrezikshme, por që nuk ka ndonjë emblem të policisë, nuk dihet se është organeve të rendit. Në fakt emblem të policisë kanë pas, mirë, por nuk kanë pas numër identifikues ashtu qysh zakonisht i kanë. Kjo mundet me pas ndoshta diçka që ka të bëjë me planet operacionale që ekspertët e sigurisë munden me fol pak më tepër për këtë aspekt, mirë po me sa e kom pa unë në ligjin. Zoti Kelani tha që për shkak të pajisjeve shtesë që i kanë pas edhe nuk janë parë numrat, mirë po a është kjo arsye? Nuk e di që kjo jep arsyetim pasi që këto pajisje nuk blihen në treg, këto janë të përgatitura apostafat ose enkas për policin, prandaj i parashojnë gjitha emblemat, emrin, identifikimet, çdo gjë parashikohet. Këto janë pajisje të dizajnume për polici edhe për përdorime në raste të tilla. Ajo fakt që ka thënë zoti Geloni nuk qëndron se numri i policisë është prej stofi këtu i vendosur në këtë pjesën ku i quhet grad. Do thonë ajo nuk është një barë për policinë, sepse është e dizajnuar në atë mënyrë se të bartë, do të thonë numri i policisë. Por në aspektin operativ, kjo në një farë forme mund të arsyetohet në situata shumë të jashtëzakonshme, në situata kur transportohen njerëz të rrezikshëm, ata nuk kanë numra identifikues, nuk kanë emër, kanë edhe maska në këtë rast. Por në një situatë siç është protesta e vetëvendosjes, nuk është e arsyeshme që policët e Kosovës mos kenë as numër identifikues, në cila do të jetë mënyra që një qytetar që është ushtruar dhunë ndaj tij të ankohet në inspektoratin policor të Kosovës, që në fakt edhe ai inspektorat i ka dalë në krah policisë dhe kemi pasur si inspektor që do duhet merreshin me shkeljet e mundshme të policisë Kosovës kanë arrestuar qytetar. Kjo është një fakt. Mund interpretuar ndryshe. Unë besoj që se po mdoket që e gjitha që ka ndodhur është zvoglu tepër nëse ndalim me thojmë po polici i cili ka vepruar është fajtor. Unë besoj që nuk shoh faj aty. Unë besoj që këta e njëjtit policë që kanë qenë parafërcisht më mërmendja, pra njëjtit njerëz që kanë qenë edhe me 14 janar dhe që këta nuk kanë konflikt me protestuesin, as nuk kanë kurrë personal me protestuesin. Pra është te zvoglim jashtëzakonshëm nëse ndalim në detaje ka pas numrin policia se ka pas. Këtu është një problem i caktuar, i cili duhet mu definu deri në fund. Pse një urdhër i tillë politik herën e kaluar? Ky policia është njëjtë. Dhe unë besoj nëse ndalim kështu dhe hym para gjykime, unë besoj që disa prej policëve realisht as nuk kanë dashur të identifiku me atë çfarë po e bëjnë, për një arsye shumë sigurisht edhe nuk ka ardhur mirë se çfarë. Po i kanë zbatuar urdhat. Nëse më lejohet astrit, këto është një kolegi jon i gazetar, i cili është sulmuar me sprej në fytyra ditë me 14 janar, por nuk di se këta denoncoj. Ai ka pas mask, nuk ka pas numër, nuk ka pas emër. Nuk është thjesht një çështje teknike kjo. Është përgjegjësia edhe në kësaj raste, përveç përgjegjësisë politike është edhe përgjegjësi individuale. E dim që është përgjegjësi individuale, po është plotësisht e padrejtë me hinë kurthat e një konflikti mes qytetarit të Kosovës me policinë e Kosovës. Nuk ka ekzistuar ai konflikt dhe nuk ekziston as sot. Edhe sot është një dëshmi e qartë që nuk ka konflikt mes një protestuesi qoftë një protestues me një mesazh caktuar politik që buron nga një parti politike me policinë e Kosovës. Ku qëndron konflikti zoti Goshi? Nuk
realisht nuk qëndron askund në praktik, politikisht mund të qëndroj, po praktikisht nuk ka konflikt. Edhe nëse ekziston konflikti politik mes këtë rast qeverisë, PDK-s dhe vetëvendosjes, edhe në idetë politike, edhe në ata çka duhet të arrim, ne po flasim se sa mundën mu përdorë institucionet anshtetërore, si janë një parti e caktuar, për çarjet hesapeve mes partive politike. Ne kërkuam të dim se kush ka udhëhequr me operacionin atë ditë edhe sot, mirë po nuk arritem ta kuptoj. Ose s'don me thon. Unë supozoj, unë posaçërisht supozoj, nëse e shohim kush ka qenë në ball edhe të operacionit, se ky është operacioni është ai dytë më i madh, s'po e krahasoj në total as në ide. Nëse e shohim kush e ka nisur operacionin 25 korrikut ka qenë Shpend Maxhuni. Dhe si duket është njëri i besueshëm i cili nis operacionet të sa të kanë bëjnë me vendime politike, më shumë se me vendime të veprimit të policisë, dhe në këtë rast ju e përmendet që zoti Maxhuni ka qenë në zyret kryeministit Taçi. S'ka gjë të keq që kanë qenë në zyret kryeministit Taçi, po zoti Maxhuni duhet të na jap shpjegime të qarta çfarë kanë biseduar në zyrin e kryeministit Taçi dhe në çfarë nga ajo zyre ka dalë një vendim për me u përdor forca ndaj protestuesve. Këtë si opinion publik duhet ta dim. Përndryshe hu besimin në drejtorin e policisë Kosovës, jo në policinë e Kosovës, por në drejtor të policisë Kosovës shumë net mund të hu besimin. Po, zoti Koshi po fol për përgjegjësinë politike që është shumë korrekte, po duhet të ndriçohet edhe aspekti operativ i asaj që ka ndodhur. Dhe këtu, siç tha inspektorati policor i Kosovës, është para një sprove të madhe. Ne do ta shohim se do të thotë cilat janë rezultatet e inspektoratit policor të Kosovës, e që në parem ne e pam se çka ndodhi inspektori do thotë. Kemi një pyetje nga një shikues i jonë nga Gjermania, Ibrahim Islami, interesohet pikërisht për këtë çështje. A ka dhënë ndonjë polec deri më tash përgjegjësi dhe a është gjetur ndonjë përgjegjës për këto veprime? Po, sigurisht që kjo kërkon kohë nga inspektorati policor i Kosovës. Ata do tash të bëjnë hetime, nëse bëjnë. Unë po besoj që ata vetëm ka filluar me bëj hetime, mirë, po këtu do të shohim se a ka implikime politike në inspektorat ajo, varësisht nga elaborimi dhe vlerësimi i gjendjes që do të bëjnë ata. Rasti që ndodhi do të thotë që inspektori do të thotë i ndihmon policit, është një skandal do të thoya, do të thotë rasti i arrestimit i ndihmesës në arrestim të asaj, nga se si duket ky inspektori ka ngartruar këto kompetencat. Tashmë me ligjin e ri inspektorati policor i Kosovës ka drejt të arrestojë policë, po jo qytetar, kështu që do të thotë mbetet të shihet, mund të merr kohë. Mirë po, ne do të thotë që si u lumtun këtë sferë, presim do të thotë një raport nga inspektorati në bazën e cilit ata do të mund të gjykonin tutje. E kemi edhe një pyetje nga Xhelal Haxhiu, thotë se intereson fakti pse të gjithë deputetët e vetëvendosjes janë maltretuar me 14 janar, përveç Recep Selimit nuk patën guxim ta maltretonin. A ka pas kësi veprime ndoshta të jo të standardizume, apo selektive? Në fakt, kjo ka ndodhur, kështu. Po duhet ta kemi parasysh se të kaluarën e zotit Selimi. Nuk mund po ndoshta po lëshohen pak në banalitet, po një polic i cili ka qëllim të ushtrojë dhunë, nuk mund ta krahasoj zotin Selimi me zotin Konjufca, sepse zotin Konjufca nuk e konsideron si njeri në atë rast. Nuk besoj që do të kishte policë që të ushtrohen të dhunë ndaj zotit Selimi, për një gjë shumë të qartë. Kanë frikë të përdorin dhunë ndaj zotit Selimi. Se e konsiderojnë ata në krahasje me Konjufcën? Sepse Mund të pak vepi tash deputet janë dytë. Janë deputet dytë, absolutisht janë deputet dytë edhe do duhet të ishin barabartë këtë rast. Nëse bëjnë shkelje, do duhet të trajtoheshin në mënyrë të barabartë, por në këtë rast nuk ka ndodhur kështu. Nuk ka ndodhur dhe nuk do të ndodhë në asnjë situatë. Veç me ndërhyr ndoshta jo edhe në nivelin e deputetit, po secili qytetar duhet me qenë i barabartë para ligjit. Në fakt barazia para ligjit është e garantuar me kushtetutë. Një prej drejtave dhe lirive themelore të secilit qytetar është që me u trajtu njëjtë nga ligji edhe nga organet që zbatojnë ligjin. Që kemi pa jo vetëm në brenda protestës, pra si që trajtohen njerëz ndryshe varësisht nga vlerësimit policisë se a munden ajo, mirë po e ke edhe rastin tjetër ku e ke ndërhyrje ekstreme dhe shkelje flagrante drejtav njeriut me 14-in, ndërsa e ke të bllokuar tër veriun e vendit nga qytetarë të Republikës Kosovës dhe nuk ka asnjë masë që ndërmerret ndaj tyre.
do të ishte krejt në rregull sikurse qasja e Kosovës të ishte shumë liberale ndaj protestuesve, pra të respektonte deri në maksimum të drejtën për të protestuar. Mirë, po në momentin që Kosova si shtet vendos që ndaj disa qytetarëve të bëhet nën, ndërsa ndaj disa qytetarëve tjerë njerëk, atëherë ti ke shkelje flagrante nga vetë shteti të një parimi kryesor kushtetues që është barazia para ligjit. E njëjta situatë afërsisht ka ndodhur në këto dy raste. Atë desha të them se nuk përdoren të njëjtat standarde. Kemi një pyetje nga Avni Ahmeti, pyet pse policia e Kosovës si polici që dën rendin dhe ligjin nuk i zbaton këto ligje edhe në veri të Kosovës ku për 12 vite nuk ka liri televizjes. Pse nuk vlen standardet e jugut edhe në veri, pyet ky shikues. Po tash juridikisht ish dash me vle. Spaku institucionet që i kemi ne janë të obliguara me kushtetut edhe me ligjet që janë fuqi që të zbatojnë rendin dhe kushtetutën tër territorin e Republikës Kosovës. Pra vendimet e tyre ndoshta janë politike, mirë po në asnjë moment nuk munden me u cilësu si juridike. Në fakt, mos prania e tyre në atë anë e dëmton edhe në kontekstin ndërkombëtar Republikën e Kosovës, pasi që një nga elementet esenciale të shtetësisë është edhe kontrolli fizik mbi tër territorin të cilin e qeverisë qeveria. Prandaj vetë fakti, pra të kthehemi edhe te ndërhyrja, vetë fakti që ka ndërhy këtu e s'ka ndërhy, Kosova në fakt para ndërkombëtarëve, para bashkisë ndërkombëtare në përgjithësi e ka dëshmuar që ngadalë se ku po mundemi, po jemi shumë tashpër, ku s'po mundemi, s'po kyçemi fare. Pra ata në një moment në mënyrë indirekte e kanë mohu mundësinë për me depërtua dhe për me hyrë në një pjesë territorit. Pra, kjo ka qenë një gabim edhe në kontekstin ndoshta edhe shkelje e kushtetutës tonë, edhe shkelje e ligjeve në fuqi, mirë po në anën tjetër ka qenë edhe një dëmtim jashtëzakonisht i madh në kontekstin e drejtës ndërkombëtare. Si komentoni, më intereson edhe mocioni i fundit që është votuar nga Parlamenti i Kosovës, i Partisë Demokratike, ku është rrëzuar ai kalumi, apo i bën kjo që qeveria e Kosovës po i përkra veprimet në fakt Parlamenti po i përkra veprimet e qeverisë edhe ato të 14 janarit edhe këto sotit? Po ndëgjë, këtu kuvendi merr vendime me shumicë votash, kur ka kvorum. Kështu që vendimet që i marrin ata, nëse janë përputhen, nëse i kanë numrat, e marrin vendimin është krejt në rregull. Çka është pak më tepër brengosë se në vendimin cilin e mori kuvendi ose mocionin e votuar që po i thoni, është referimi ndaj marrëveshjeve ndërkombëtare mes Kosovës dhe Serbisë, cilat në fakt kur nuk janë ratifikuar nga kuvendi ose presidentja, varësisht për çfarë sfere po flitet. Pra, nuk mundet mu zbatu një marrëveshje ndërkombëtare, edhe nuk mundet me obligu Kosovën pa u ratifiku ose në kuvend ose nga presidentja, edhe varësisht prej temës. Nëse shikojmë nenin 18, janë 4 llojet marrëveshjeve të cilat i ratifikon kuvendi, ato që kanë të bëjnë me territorin, paqen, aleancat, çështjet politike dhe ushtarake, drejtat lirit themelore, antarësimin e Republikës Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe marrjen përsipër të detyrime financiare nga Republika e Kosovës. Gjitha tjera ratifikohen nga presidentja. Në rastin e marrëveshjeve ndërkombëtare të cilave ju kanë referu kuvendi, është shumë e paqartë cila marrëveshje, pasi që asnjë nga këto konkluzione që janë dalë nga bisedimet ose negociatat me Serbinë nuk kanë shkuar sipas diturisë time ose njohurisë time, nuk kanë shkuar as në kuvend për ratifikim e as tek presidentja për ratifikim. Zoti Gashi, si e cilësoni rolin e Parlamentit të Kosovës në gjithë këtë situatë? Po ajo që ka ndodhur nëse ndalemi në fund, domethënë, ajo që ka ndodhur në herën e fundit në Parlamentin e Kosovës me ky miratimi i një mocioni të ri që i shem dy mocionet më hershme, realisht është është e saktë që ekziston logjika e votave, po është një gjë tjetër e saktë që është pak e palogjikshme që vetëm fuqia politike dhe fuqia e votave na determinojnë neve veprimet e caktuara politike. Dhe sot njëjta parti ne kemi reciprocitetin që është votuar shumë herët nga shumica e deputetëve të Kosovës, ka qenë propozimi i qeverisë dhe tash në gjysmë të rrugës, mas që është fuqia e votave, të kthehemi nga një vendim i hershëm në një vendim tjetër. Pra kjo është ai rreziku, domethënë i veprimit dhe qëllimit të veprimit më shumë. Se ne nëse shkojmë kështu, ne mund ta shohim çfarë do vendimi që merr qeveria, çfarë do vendimi që merr kuvendi, të presim pak, shikojmë apo ecë as po ecë, dhe nëse s'ecë, nalim të thëmë, jo,
po ndalemi mbrapa. Po kjo është e palogjikshme, domethënë. Po kjo edhe njëherë ka treguar që i parlamenti nuk ka ndaj fuqi, s'mund presim me pas fuqi. Ne po shohim që këtu nuk është vetëm opozita, ne kemi një vetëm pozitën, ne kemi një opozitë totalisht përçamur, një opozitë e cila pardje urzu një mocion i saj dhe cila është fsheh dika është kamerët me drejtat njeriut, AOK-ja dërgoi një komunikat ku kërkon respektimin e drejtat njeriut, LDK-ja është totalisht pasive dhe është shumë e çuditshme kjo skena politike e Kosovës dhe kur po shikojmë se çfarë skene politike të Kosovës kemi realisht nuk i kemi keq punë. Diçka u kanë ndihmën jashtë natyrshme se përndryshe me këtë skenë politike edhe me këtë opozitë çfarë kemi ne të merresht. Çka. Zoti Kajtazi, lëvizja vetëvendosje kërkon që të zbatohen masat reciprocitetit, mirë po në fakt nuk kemi masa tilla nga shteti fqin, nga Republika e Serbisë. A kemi duajmë këtu me blokad kufirit në Serbinë apo vënjet masave të reciprocitetit? Lëvizja vetëvendosje po thirret në këtë zbatim të masat reciprocitetit, që në fakt Kosova nuk i zbaton masat e njëjta siç i zbaton Serbia ndaj Kosovës. Marrim thjesht çështjen e targave. Çështjen e targave, nëse ne duam të hyjmë në Serbi, duhet të ndrojmë targat, ndërsa qytetarët e Serbisë futen në Kosovë me targat Republikës së Serbisë. Kjo në fakt është e përcaktuar edhe në marrëveshjen e korrikut që është arritur në Bruxelles në mes të zëvendës kryeministrit Sedita Tahiri dhe përfaqësuesit Beogradit, ku është një pikë aty që jepet e drejtë qeverisë Kosovës që po për çështje targave të vendos masa reciproke. Kam paralajmëruar disa herë zoti Rexhepi që do ta bëj këtë, por nuk e kam bërë. Në fakt pse nuk e kam bërë, unë ende nuk e di, po është më shumë çështje politike dhe nuk kur janë çështje të tilla që këta i konsiderojnë pak të ndjeshme, nuk shkojnë më tej. Mirë po, ajo që kemi pa në sot, pavarësisht se lëvizjave vendosje lën njërin korsi për kalim, mund të interpretohet si një lloj blokade. Me aq sa kemi ne eksport në Serbi, ne mund të bëjmë eksport në Serbi. Çështje tjetër është ajo, a i blejnë Serb mallrat tona, apo sa ne blejmë mallrat e Serbisë. Treg i Serbisë është Kosova, edhe ata sjellin për nevoja të këtushme. Domethënë, problemi është tek blerja shumë a shumë sesa tek çështja reciproke. Jo, kjo është blokad nëse absolutisht, domethënë vetëvendosja nuk është e sinqertë, është mshef shumë çka në masën e reciprocitetit. Esenca edhe politikës nuk pajtona politikisht me ty, dhe tash tregoj pse nuk pajtona me ata që e komentove. Absolutisht, vetëvendosja synon të bllokohet te vendosja e reciprocitet, jo, po të vendoset blllokimi i mallave serbe. Ky është një veprim i cili ka një qëllim politik. Me qëllimin politik, unë jam absolutisht, personalisht jam për vendosjes bllokimin e mallrave serbe në Kosovë, për një arsye shumë thjesht, kjo gjithsesi do ta nxjiste qeverinë e Serbisë që të lëvizte disa gjëra dhe do ta vendoste presionin nga qeveria e Kosovës e prodhuesve serb tek qeveria e Serbisë, e cila në fund do të përfundonte ndoshta edhe me një lehtësim të kontrollit që e mban Serbia në veri të Kosovës. Atje kontrolli i Serbisë është i direkt, nuk është me grupe kriminale. Grupet kriminale janë një pikë tjetër dhe është kontrolli direkt, ata financojnë direkt strukturat e veta në veri të Kosovës. Pra ka prezencë direkte të shtetit serb. Përpos prezencës së strukturave kriminale me Zvonko Veselinović e tjerë, ka edhe prezencë direkte. Dhe spaku këtë prezencën direkte duhet ta ikte. Ishte e dyta, do të ndihmonte në stimulimin e prodhimit vendor. Këta sot vetëvendosja s'po guxon me thonë, edhe s'po guxon me bë, edhe unë po besoj që kjo çështje nuk është çështje reciprociteti. Ku spajtona me VB-n dhe ku spajtona me qeverinë e Kosovës është pafuqia e tyre për të zgjedhur probleme, pafuqia e tyre dhe panjohuritë e tyre për të krijuar, për të bërë veprime të cilat mund ta zvoglojnë importin Kosovë, ta financojnë eksportin. Këto tjerat janë demagogji, këta po kërkojnë mi mot sa më unë i dërgojmë na, as me i dërgua ta, këto tjerat janë demagogji. Por ajo që bëdon vetëvendosje me është shumë e qartë me u bloku hyrja e mallrave serbe, pik. Nuk ka reciprocitet këtë pik. Kemi edhe një pyetje nga një shikues tjetër, Lindi Goshi, në fakt më ka drejtu mu me një pyetje me moderatorët, mirë po këtë pyetje po ja ushtroj panelistave.
A ka të bëjë diçka protesta, lëvizjes, vetëvendosje, a mundën me qenë këto veprimet qëllimshme për me pengu procesin e liberalizimit të vizave, një proces në cilin sapo kemi nisë. Kjo është pak një pyetje hipotetike, tash është problem të përgjigjem, mirë po çka është me rëndësi është që këto protesta, dhe duke pasur parasysh pozicionin e Kosovës në rajon, dhe duke pasur parasysh do të thotë disa shtete të cilat nuk ja duan të mirën vendin tonë, atëherë mund të flitet për një mundësi për një përdorim të mundshëm të këtyre protestave nga ana e shërbimeve ndryshme inteligjente që veprojnë në Kosovë, do të thotë kjo mund mos përjashtohet si e tillë. Kurse në anën tjetër do të thotë jo shumë direkt me këtë pyetje, vetë prania e qytetarëve dhe protesta sot tek dheu i bardhë, dhe sidomos te dheu i bardhë dhe mërdare, për bën një rrezik për sigurinë e qytetarëve, për arsye se kemi një, siç dihet, një militarizim të zonës, do të thotë nga ana e Serbisë, dhe kemi një prani të zhandarmerisë, dhe do të thotë kjo mund të përdoret do të thotë nga individ të ndryshëm nga ana tjetër e kufire, do të thotë që mund të ketë implikime do të thotë në jetën e njerëzve. Kur jemi të kjo, nëse mundet me pasi implikime edhe nga faktorë tjerë për me qenë këto protesta, për dallim prej javës kalume, sot nuk kemi po reagim të faktorit ndërkombëtar në lidhje me protestat, a mund të jetë edhe kjo një lloj mësimi për ta? Po, në fakt ata... Është pyetje nga Vala Peshku. Ata në fakt, faktorin ndërkombëtar reagoi shumë, do të thotë reagoi më shumë se çdo, do të thotë herën e kaluar, dhe në një mënyrë u rreshtuan në anën e qeverisë, ashtu të them, do të thotë. Mirë po, në mënyrë indirekte mund të ketë një presion nga faktorin ndërkombëtar tashmë që të jetë policia më vigjilente dhe kësaj do të thotë mund ta arsyetoj këto. Do të flasim, do t'i kthejna edhe një herë asaj që sapo biseduam më herët zoti Gashi për atë se çka po mbron vetëvendosje faktikisht prodhimet vendore apo në fakt prodhuesit vendor janë të interesuar të shesin edhe ata jashtë? Në Serbi ndoshta? Po na do të më shikoj potencialin që është. Më së pari prodhuesi vendor është një problem, ka një problem jashtëzakonisht madh, që ai është i handikepuar për shkak se eksporti është ka një fuqi shumë më të madhe, ka të bëjë me konkurrencë që është shumë më e fuqishme, e cila realisht mund të sjell në Kosovë prodhime me çmime pak më të ulta se ata. Edhe në anën tjetër do të shikojmë çka është nga Serbia. Të gjitha mallat serbe në Kosovë janë të liruar nga TVSH-ja e Serbisë dhe nga gjitha shumica e taksave dhe malli serb sot në Kosovë që shitet ka çmimi shumë më të lirë se ajo që mund ta blenë një qytetar shqiptar ta zëm në Bujanovc dhe në Preshevë. Dhe këtu duhet me shiku. Nëse flasim për një ekonomi tregut lirë, që me të ne kemi gojën gjithë plot, baza dhe para kushti për një ekonomi tregut lirë është fair competition. Gara fair edhe në kushtet e njëjta. Ku janë prodhuesit vendor sot? Sot prodhuesit vendor realisht nuk janë kushtet e njëjta. Ata kanë shumë më vështirë që të zhvillohen dhe nëse kur zhvillohen tek tani më eksportu. Këtu diçka do të më ndodh, edhe këtu do të më bëni një program i qeverisës i cili ka më na hiq për këtyre investimeve të mëdha në rrugë dhe në asfalt dhe ka më na fut në diçka që është stimulimi i prodhimit vendor. Ama një send duhem i gjithë me ditë. Me këtë sasi të vogël të prodhimit s'ka vende pune të reja, s'ka zhvillim ekonomik. Me këtë sasi të madhe të importit që ka Kosova është e pamundshme me mbjetu. Është e pamundshme me mbjetu për shkak se shporta për konsumatorët dy herë më lartë, dy herë më shtrenjtë se një pagë mesatare në Kosovë. Nuk ekziston kjo formë. Dhe në anën tjetër ne jemi shumë as atraktiv për investitorët e huaj, se ta zëm ne kemi një çmim i punës dhe ne shumë më i lartë se në vendet e rajonit, për shkak se çmimet janë shtrenjta. Kjo duhet me bëni strategji dhe unë këtu te vetëvendosja çka shohim për shoh vetëvendosjen shumë të fluktu në pikpamjet që e kanë opinionistët, opinionet dhe gjitha tjera dhe është ka lëviz. Pra nuk e ka një strategji qartë se çka po dën me arrit vetëvendosja në këtë rast, nuk e ka një strategji qartë se si duhet me arrit dhe nuk po din çfarë janë kërkesat e saj realisht. Është ka lëviz nga një kërkesë tjetër. Çfarë mund të presim nga kjo si do? Po ne kam nga vetëvendosja të presim diçka shumë, për shkak se nuk është parti në pushtet, domethënë, dhe është pa logjikshme me prit nga vetëvendosja, po unë shpaku këto protesta në një farë forme nganjëherë i shoh si një mundësi e mirë që me alarmu qeverinë e Kosovës që duhet bëjmë më shumë brenda Kosovës, duhet më bëjmë më shumë në stimulimin e biznesit kosovar dhe zhvillimin e vendit nga brenda. Në anën e prodhuesit, unë ta garantoj ty që sot jam kon minimum ja 500
vetëm për një prodhuesi kosovar, kom dikon një 500 protestues, është e pamundshme sot me qenë të organizuar dhe me shkuatje me pakarta ta zëm kjo kompani apo jo kompani, sepse atëherë mund dalin edhe probleme me shtetin. Po është interes për prodhuesve kosovar. Për çfarë probleme e keni fjalë? Është e paragjykshme tash në një kompani, në një situatë të tillë, frigohet të shihet e afruar me konceptin e një partie politike. Apo kupton, ne jemi të rënë në Kosovë, ne e dim një gjë, që këtu është pak vështirë me bë biznes nëse je kundër partive të naja, është pak vështirë me bë biznes nëse je kundër qeverisë. Dhe ato frikohen me u deklaru pro apo kundër, po ke pas shumë njerëz aty në protesta të cilat vinë nga biznesi vendor. Jem shumë i sigurt. Di mund më folë me statistika, jo për vendosje, po për vetë prodhuesve. Edhe di që ka pas edhe autobus të organizuar. Ma shumë se kaq nuk arrihet. Na gjithsesi duhet jemi të vëdijshëm që me këtë protestë nuk bllokohet Serbia, absolutisht. Po një vendim duhet më u marrë i cili ka me e ndalë Serbinë eksportin sërb në Kosovë. Zoti Sejdiu, pyetja e çka mund të presim nga këto protesta dhe deri kur do të mund të vazhdoj kjo situatë kështu? Nëse më lejohet, kisha shtu veç diçka që e përmendi më herët. Po shkurt jemi në minutat e fundit të emisionit. Sepse ekzistojnë dy arsye që i kanë kuptuar të vetvendosjes sa i përket bllokimit të produkteve serbe në Kosovë. Njëra prej tyre është jo edhe aq legjitime që ka të bëjë me mbrojtjen e ekonomisë vendore, siç edhe u tha. Jo legjitime sepse nëse masat reciproke mund ndërmarr vetëm nëse ke për shembull dumping ose nëse ke subvencionim të një produkti ose një industrie, pastaj ti si shtet je i lejuar që me ndërmarr masat kundërthënëse. Mirë, po ekziston përgjigjja tjetër që po e dhojnë ata që është në fakt kundërpërgjigje për destabilizim të shtetit. Atëherë shtetit i lejohet me u vetë mbrojt. Në fakt nëse shuma e cilën ti po e shpenzon në produktet serbe, po përdoret apo kthehet në destabilizim të vendit, atëherë ti ke të drejtë, ndaj me drejtën vendore, ndaj ndërkombëtare për vetë mbrojtje nga sulmi. Ku e shohim këtu me vazhdu? Këtu veç e kemi pa një qasje ndryshe të policisë edhe të organeve të rendit që unë e përshëndeti ndaj protestuesve. E dim që në kontekstin e vetëvendosjes me siguri se nuk ka pas prap lajmërim të protestës. Rrethanat po më duket edhe pse zoti Kelani tha ndryshojnë, po më duken që janë pothuajse të njëjta, prandaj nuk ka diçka të tre, mirë po vetëm kisha apelu tek organet e rendit duke filluar nga urdhërdhënësi më i lartë deri te ai i cili po i zbaton urdhrat në terren që të kenë parasysh gjitha obligimet që i kanë me legj edhe të mos i tejkalojnë autorizimet. Në anën tjetër kisha apelu te vetvendosja që të mos e shndroj këta në të bendonshëm. Shumë shkurt, zoti Kajtoze, çka presnin nga i gjithë ky proces, nga kjo protestë sotit? Unë nuk pres ndonjë rezultat nga gjithë kjo. Unë mendoj që do të vazhdoj situata njëjtë, kërkesat njëjta të vetëvendosjes dhe në anën tjetër qëndrimi njëjtë i qeverisë. Ajo që do duhet ndodhte është zhvendosja në fakt e protestave nga pikat kufitare në Prishtinë, në qendër Prishtinës, sepse situata e pardjeshme në kuvendin e Kosovës, kur u shoqizu në rezolut tjetër, ma kujton mu atë të 2002-ës, kur administratori Kosovës shfuqizante rezolutat e Kosovës për mbrojtje territoriale. Domethënë, situata besoj që do të vazhdoj tjetë njëjtë, veç ta kemi parasysh se secili që thret njerëz atje ka përgjegjësi për jetën e tyre, për shëndetin e tyre, sepse është një temperatura shumë të ulta dhe njerëzit sigurisht mund të kenë pasojë aty. Po, zotë Qaja? Po, unë nuk pres diçka konkrete, mirë po pres që do të gradualisht vetëvendosja të rriqet nga kjo protestë, sepse kjo ka implikime për sigurinë në Kosovë, pavarësisht arsyeve, unë nuk i komentoj arsyet tyne, dhe një mënyrë të kthehet jetës institucionale dhe besoj që tashmë ftesa e vonë e kryeministit të Kosovës do të mund të rezultojë në biseda mes dy partive politike. Faleminderit shumë zoti Qaja. Shikues të nderuar, faleminderit që na ndoqët dhe faleminderit gjithë juve që na keni shkruar në email adresën tonë. Në vazhdim, unë po ju lë me rubrikën policia. Ju mund të na gjeni edhe në info@drejtësia në Kosovë dhe nga unë ka të tjaj, dhe të dilën ashme shkel një ligjë.